Akroni plak, kur urzua prej të birit, i lati një mallkim, të bjerë prej fronit më me turp se ai vetë. Prej një martese që Zeusi do të bëj, do të lind një rival. Le të mbahet Zeusim të madh. Kjo martesë do t'ja rëmbej pushtet e fron e do t'a rrokullis kokë poshtë të shkurorzuar. Duke dëgjuar të shpreh kaq hapur urrejtje ndaj Zeusit, Kori e këshillon të jetë më i matur, sepse turtët s'mbrapsen para Nemesidës, para perëndeshës së hakmarrjes. Por Prometeush i shurdhër ndaj kësaj këshille. Madje ironizon edhe Korin. Ti lutju, lajkatoj edhe për ulju atij që ka tani pushtet, fuqi. Zeusi, që ka dëgjuar profecin, dërgon me një herë Hermesin dhe ky shfaqet po aq arrogant sa dhe Jati. Me ty dhel për tallës e për buzës, tradhtari perëndive me ty po flas. I mat kërkon t'i thua çdo gjë që llape për dasmën që do ta rrezojë nga froni. Por Prometeu që nuk i trembet zemrimit të Zeusit, ka parë dy tiranë të tjerë si kanë rënë, nuk do të ketë fat të ndryshëm dhe i treti. Pra ai që nuk i trembet as zemrimit të kryeperëndis, s'mund të jetë veçse për buzës ndaj një shërbëtori.